Vllaznia ka zhgënjur dhe në sfidën e radhës për kampionat, ku qeblut nuk shkuan me shumë se një barazim 0-0 ndaj Vorës në takimin e zhvilluar në stadiumin Lore Boriçi. Pas ndeshjes Stranjë Di Martini tha se kampionati është i gjatë dhe një pikë larg është vendi i parë. Ajo që shkon është rezultati. Na u doshin 3 pikë sot, sa rritme mi marr. Normalisht keshim megjithatë është justifikim s'duhet të flas më për mungesat, jemi këta që jemi për momentin. Djemt duhet qetësohen, duhet lirohen, nuk duhet bëjmë se kanë ullë një gjëra madhe, një pikë larg është vendi i parë, jemi në dytët, kampionati është shumë i gjatë, pretendojmë dhe jam i bindur që të shkojmë prapë ku kena kanë, si me lojë, ashtu edhe me rezultat. Po të shihni edhe ekipet e tjera kanë bërë hapa falso, jena një pikë larg vendit të parë, jemi aty. Normalisht nuk jemi në gjendje të mirë, si problemi kryesor tash kanë dëmtimet ose edhe të lojtarët që kanë filluar më fut s'kan marrë akoma gjendjen e vet, po me thënë drejtën janë shumë dhe kur janë shumë mandej nihet edhe kjo punë. Erdhëm në Shkodër që mos u mbisnim, dinim që Vllaznia është nga ato ekipet që lufton në katërshe për kampionat, për titullin kampion, po e dinim edhe që kishte ato mungesat që e vuajnë çdo trajner kur ka mungesa, dhe erdhëm edhe psikologjinë që ne nuk duhet të dalim pa pikë në fushën e Vllaznisë. Për këtë i përgëzoj çunat, gjithçka që kishim bërë dhe ishim përgatitur për këtë ndeshje, e nxorëm në fushën e lojës, kishim ato mundësitë tona për të shënuar, që na mungon qetësia, se në qoftë se do ishim më të qetë dhe të kishim më besim tek vetja tonë, ne duhet të kishim shënuar tek ato 4 raste që krijuam, të paktën të shënojmë një gol. E vuajmë këtë, po gjithsesi e mira është që edhe kur shënojmë, po edhe kur nuk fitojmë, rëndësi ka mos u mbasësh që të dalësh në fushën e lojës, nga fusha e lojës të dalësh pa pikë. Dhe kjo është ajo që mua më kënaq sot. Me këtë barazim Vllaznia mbetet në vendin e dytë me 25 pikë, një pikë më pak se Elbasani kryesues.